Përshëndetje, sot po përgatisim një ëmbëlsirë tepër të mirë të shijshme që përgatitet për pak minuta. Fillojmë recetën. Fillimisht, për ta përgatitur këtë recetë na nevojitet 1 litër qumësht. Vazhdojmë të shtojmë 6 lugë të gjellës me një seshta. 6 lugë të gjellës i mbushni mirë, një pako me sheqer vanilje, edhe këtu shtojmë sheqer 10 lugë të gjellës. Vazhdojmë edhe krejt përbërësit i përzijmë derisa të filloj sheqeri të tretet, edhe të përzihet gjithashtu edhe me një seshten. Kështu në këtë mënyrë kena me përgatit edhe krimin apo ëmbëlsirën për sot. Vazhdojmë edhe presim që të filloj me vlu qumshti edhe të trashet dhe të përgatitet krimi për të përgatitur recetën e sodit. Pra kur fillon me u trash, ja ndalni temperaturën edhe vazhdimisht kena me përzi që mos të ngjitet. Po e vreni që veç ka fillu pra duke e përzi edhe duke u trash krimi. Kena zi, këtu do të shtojmë edhe një gotë që është 250 ml me krem për ëmbëlsira. Pastaj, pasi ta kemi përzier, vazhdojmë edhe e ndojmë krimin në 3 pjesë të barabarta. Pasi që kështu do ta përgatisim edhe ëmbëlsiran me 3 shije, bëhet shumë e mirë, provoni recetën, sepse vërtet ja vlen me përgatitë ëmbëlsira të lehta, të shpejta, edhe sigurisht që të gjithë do t'i pëlqejnë. Tek pjata e parë do të shtojmë 1 lugë me Nescafe, nuk e mbushni plot, pra 1 lugë të mesme me Nescafe, unë shtova Nescafe Gold, pra 1 lugë të mesme. Mirë po thash nuk e mbushni plot. Në pjatën e dytë do të shtoj 100 gram me çokoladë për gatim. 100 gram çokoladë gatim, tash me një herë përzim sa është e nxehtë pra kremi, edhe çokolada fillon të shkrihet më lehtë edhe më shpejt. Dhe kështu duke e përzier çokolada shkrihet edhe krimin e çokoladës shumë shpejt do ta kemi gati. Tash pasi që shkri çokolada, krimin e çokoladës e kemi gati, e këtë pjesën e tretë e lam kështu, nuk i hedhni asgjë. Tash vazhdojmë pra edhe i mbushim gotat. Nga kremi i bardhë shtojmë në secilën gotë nga 2 lugë të gjellës. Kështu e formojmë edhe shtresën e parë me kremin e bardhë. E për t'i dhënë shije pak më shumë kësaj recete, unë kam vendosur që t'i shtoj edhe biskota. Pra thjesht janë ëmbëlsira të shpejta, pra thash përgatiten shpejt, lehtë, por edhe kanë shije shumë, provoni recetën sepse jam e bindur që të gjithë do ta pëlqeni. Pra pasi të mbushim me kremin e bardhë, vazhdojmë edhe shtojmë mbi krem edhe biskota të bluara. Nga 1 lugë të gjellës biskota të bluara. Në secilën gotë, nga 1 lugë të gjellës me biskota. Pastaj vazhdojmë shtojmë edhe pjesën e dytë, pra të kremit, e që e kena përzi me Nescafe, pra kremin me Nescafe e shtojmë mbi biskota. Por gjithmonë po e vreni që po e përzi, pra me piron, sepse është kriju shtresë edhe tash e shtojmë këtu nga 2 lugë të gjellës në secilën gotë, pra njëjtë, derisa të përfundojmë me kremin. Edhe ky krem bëhet shumë i shijshëm, pra Nescafe jep atë shijen tepër të mirë,
nuk e di nëse e keni provuar ndonjëherë. Edhe në fund kremin e çokoladës. Miq të dashur, mund të shtoni nëse doni edhe nga një lugë të gjellës me biskota mbi kremin me Nescafe, e pastaj të shtoni kremin e çokoladës, po unë vendosa kësaj radhe me përgatit kështu, ma shumë krem e ma pak biskota. Nëse doni të mbushni gotat më shumë, atëherë shtoni pra biskota në secilën pjesë. Tash kjo është ëmbëlsira, gotat janë gati, kemi mbush, tash na mbetet vetëm t'i lajmë në temperaturë dhome në fillim, e pastaj t'i lëmë në frigorifer që të ftohen të rësisht. Mos e le pa e provu këtë recetë. Ndaje me miq tuaj, sepse vërtet bëhet shumë e shishme dhe shumë e mirë. Vetëm se na mbetet për ta shijuar. Mirëmbëjtje dhe ju boft mirë nëse e provoni.